ky është një libër që është ndërtuar mbi gjithë paradokset e mëdha të jetës në periferi. Kush është personazhi kryesor në këtë libër? Personazhi kryesor, këtu ka disa personazhe kryesor, nuk është shumë i fokusuar sepse më intrigon ai titulli, e ka vendosur një personazh pa emër që shkon në një qytet periferike, që shkonte në Varreza dhe shkruante dhe pikërisht me këtë lloj karremi, me këtë lloj ngjarje shkakton trazira të jashtëzakonshme në gjithë qytetin. Njerëzit fillojnë të dyshojnë që nga prifti, që nga banorët e thjeshtë, që nga jeta e qytetit ndryshon vetëm thjesht që shfaqet dikush. Ne dim fare mirë që jeta periferike është një jetë e vdekur, do thoja, ku njerëzit merren me gjëra të vogla dhe mjafton që të vi dikush, nuk ka rëndësi se kush është, çfarë bën. Intereson pra. Edhe gjithon kush është ky, pse erdhi ky dhe i gjithë libri është ndërtuar mbi praninë e dikujt që shfaqet një qytet pa jetë, pa interes, pa histori, pa peshë, pa gjallëri, pa dashuri. A është problematik si personazh? Jo, ai është një personazh, po themi askushi, sepse unë mendoj që karremi më i bukur i këtij libri është që deri në fund lexuesi kërkon të di kush është ky personazh dhe dua t'ja u lë mister, sepse me të vërtetë është një libër i shkruar shumë bukur, por edhe që prek paradokset e pazakonta të jetës në periferi dhe harresën për të jetuar të njerëzve atje. Kështu e rekomandoj. Fitones